Si mendoni, pse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë potencuar vazhdimisht që prej përvjetorit, pra të shpalljes pavarësisë 28 nëntorit, edhe më pas luftën ndaj karteleve të drogës, luftën në aspektin e elementëve terrorist, luftën ndaj korrupsionit që ka qenë standarde vazhdimisht, por kjo e karteleve të drogës duket se është një devizë dhe një kërkesë e amerikanëve në mënyrë të qartë dhe të prerë. A ka të bëjë këtu aferat e kryeministit Edi Rama dhe lidhjet e mundshme të tij me krimin organizuar, siç tregoi rasti i Ergyes Agasit, ku ai ka prekur në atë vijën e kuqe të amerikanëve? Shiko, për ta pasur mendjen që do bëjmë një luftë efektive ka shi qeverisë shqiptare, mjaftonte edhe lufta kundër korrupsionit. Sa aty brenda ishin tëra pse. Po dhe kjo është e njëjta, pra është një medalje me dy anë. Kur lufton korrupsionin, përfundonte krimi organizuar edhe te kartelet e drogës, dhe po të shohim paratë korrupsioni radhë parë rënon çdo lloj sigurie. Rënon edhe sigurinë e investimit, po dhe sigurinë e ndërtimit, po dhe strukturën shtet, po dhe pjesën e organeve të ligjzbatuese siç janë policia e tjerë, po dhe drejtësinë të gjithë. Dhe nuk ka lëm më të favorshëm se sa një shtet i korruptuar për ku gjetë terren, domethënë narkotrafiku. Aq më tepër që duke folur për lejet e ndërtimit, për korrupsionin në fushën e ndërtimit e real estate, edhe të pronave palujshme, kemi investime jo të vogla që mendohet që janë bërë me paratë të zeza të narkotrafikut. Pra këta ushqen një tjetrin, janë dy anë të njëjtës medalje. Mbi të gjitha ka pasur me, po të shohësh, ka disa raportime dhe përqindje, fillimisht me fentanolin që hyn nga Kanadaja, me kokainën nga Meksika, po dhe me trafikun e njerëzve. Po hyn nga Meksika, një pjesë prodhohej në Meksik dhe një pjesë kalon të tranzit në Meksik, por janë dhe vende pasaj që kemi edhe Kolumbinë, po Venezuelën po ashtu, se krahas arrestimit që i bën në shtëpinë e tij, ata kanë zbuluar dhe bunker të nëndeshëm, ku vetëm 6 muajt vitit 2024 apo 25, pra janë gjetur dhe prova, kanë kaluar 40 ton, me ndihmën e qeverisë venezueliane, trupave ushtarake duke përdorur avionët për transportin vendas deri në Bregdet, në veri ku e kanë çuar në portet e Karajibeve, në drejtim pasaj të Amerikës Qendrore etj. 85% e dërgesave të kokainës nga Meksika janë ulur për këtë vit, pra brenda një viti i punë të administratës Trump, edhe për atë 50% ata pra do marrin aksione tjera, janë jetë kushtyera, po është dhe para e madhe, se Trumpi ka dhe një mendje korporative në kokë. Edhe po të shohësh janë miliarda e miliarda dollar që nuk dalin më nga Amerika. Vetëm këto që janë kapur nuk di sa miliard janë. Pra, pavarësisht me sa e blen atje, e me sa del nga Kolumbia dhe Venezuela, në rrugët e Amerikës, ajo shumë pishon dhe shkon miliarda. Konsumatorët amerikanë paguan miliarda për ato 10 ton kokainë që kapen atje. Kështu që i ka të gjitha të mirë, por atë parë nuk janë miliona për dorus atje, nuk janë pak. Nuk mund të menaxhosh një vend ku u kthye në një epidemi të pandajshme përdorimi narkotikëve dhe vajtja deri ke fentanili. Është dhe një mënyrë për jo vetëm për menaxhim ekonomik edhe social, po edhe për të formatuar veten. Pra, vendet shumë të mëdha gjithmonë ka rënë nga si punë e prandërisë romake. Përballoi çdo ushtri
bile në shumicën e rasteve Cezari ka luftuar me ushtri shumë të mëdha se legionet e tij në numër. Por organizimi, disiplina e tjerë kanë fituar. Por u grye nga dytët përbara e perëndori, me gote, ostrogote, pune, ovare të tjerë. Pra, u grye edhe pune e kësaj perëndorie. Ajo të keqin e shep brenda. Kur rënohet rendi brenda, do të thënë, edhe morali i njerëzve brenda. Pra, është një luftë që do japi efekte më afatgjata. Mendoj që në raport me kartelet e Amerikës Latine, shqiptarët nuk e kanë atë fuqi, po në raport me ne këtu po. Kanë deformuar krejtësisht tregun, vitet e fundit arritur me shpejtësi, po krenohen gati e hapur. Bile ka dhe tjerë që ne nuk i dinin fare, njerëz pa njohur si ishin ata nga i fshati Elbasanit, me 3 deri 6 miliard dollar të kapura, etj. Pra, kanë gjetur rrugë të lehta, ku policia u bën fresk, autoritetet ju hapin dyert për bërë investime për pastruar parat. Në këtë pikë, domethënë, kanë gjetur një ambient shumë miqësor në Shqipëri dhe për cilët ne duhet tani ligji duhet filloj të flas. Nuk ka më qortime, po shpresoj të shoh sa më shpejt ata që ishin për tu si Lisbatus, po dhe qeveritar të tjerë, po dhe përveç polic edhe agent shërbime sekrete, kemi edhe persona tjerë në gjithë zinxhirin shtetëror që mezi kanë pritur të shërben këtyre lordëve të rinj të trafikut, narkotikëve, dhe që kanë deformuar tregun, po dhe mentalitetin shqiptar. Duke rritur, menduan se kanë menduar gabimisht, domethënë. Prandaj unë i dëgjoj me vëmendje dhe ato që akuzon Arben Ahmetaj, kanabizimi, do të kalojmë edhe aty. Kanabizimi, aty ku starton gjithë kjo punë, nuk e rregulloi me qenën shqiptarëve. Ja ju jeni dëshmitar. Ai ka thonë, por ne kemi thënë edhe më përpara. Do ishte bërë Kolumbia si duhet Europë, po do ishte bërë Bolivia, e pastaj Ekuadori dhe jo mizere si që janë, edhe Venezuela e tjerë. Dhe përveç që futi një mentalitet shumë gabuar, në kohën e kanabizimit, unë kam dëgjuar raste ku një person që ka një sipërfaqe të mbjellë me ullinje portokallë, në vaktin e vjedhjes tyre nuk gjetën punëtor, se gjithë shkonin ku isha shash. Po mbi gjitha shkatroi nocionin e i policit ndershëm. Pra bënën hundën e policit, po të një pushtetarit ndershëm, të gjithë kryetarët e komunave i dinit ku ishin këta, po të një politikanit ndershëm, pra gjithë bën kompromis. Dhe personalisht kërkova dekriminalizimin e kësaj vepre, se ne dështuam atje. Pra qindra mijëra shqiptar u zhytën atë dhe ishte një vullnet dashakeqjes në heshtje i qeveritarëve tanë që ne përfunduam në atë pikë, domethënë. Dhe për këtë ata do të marrin mësim. Se e pas kanë lënë me vedije, ne e kuptuam që diçka nuk shkonte, po kur flet një zëvendës kryeministër, dhe ai besoi nuk se ka folur Kesyri, para se të flasi vetëm Kesyri, para se të flasi Kesyri, ka folur edhe tek usallarët e tjerë që janë atje, edhe besoi edhe herën e katërt që ka folur, paraprakisht ka folur aty ku duhet. Kështu që ju thashë, palë amerikane reagon me vepra. Kur thoni usallarët, ka folur për autoritetet zvicerane apo për autoritetet amerikane? Unë besoj se edhe për këta dytët. Sepse përflitet që mund të ketë folur edhe me autoritetet amerikane, konkretisht FBI-n, por gjithsesi kjo është në kuadrin e... mos kemi në çdo ambasadë janë njerëzit të përgjegjës për të punë. Siç janë ambasadën amerikane në Shqipëri, janë dhe atje. Në këtë rast, duke mbetur te lufta ndaj karteleve të drogës, a mendoni se me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut do ketë një nivel të ri goditje ndaj karteleve të drogës dhe Edi Rama do të ketë të njëjtin fat si
Nicolas Maduro, duke qenë se opozita shpreson që Shtetet Bashkuara të Amerikës të vinë të marrin Edi Ramën ashtu siç morën vetë Maduro në Venezuelë. Opozita do të bëjë punën e vet. Nëse dikush do të implikojë Ramën deri në atë pikë me fakte dhe prova, me siguri do të ketë atë fund. E duhet ta meritojë atë fund. E meriton atë fund. Nëse implikohet deri në atë pikë siç është implikuar Maduro. Se për Maduro kanë dalë disa ushtarak, duke filluar nga një kolonel që u ka në Kolumbi duke bërë një deal për 500 kg e radhës me kokainë. I kapur dhe i rënë dakord me autoritetet e distriktit Floridës Jugore për të qenë i penduar atje. Dhe ai kishte dhënë të sakta edhe për Bodrumin, që ishte 5000 fut katror e kanë atë, 40 rreth 13 metra i thellë, i ndërtuar edhe viteve 2008-2010, pra që në kohën e Chavezit. I ndarë në 2 kompartimente kryesore, me dy dyert sigurta, që janë shpërthyer, dhe ku brenda mendohet që kanë gjetur 15 ton kokainë. Pra, ati i janë dhënë informatat e duhura, por dhe edhe kohën e duhur, mënyrën e duhur. Pra, u bë një lidhje direkte. Tani e kanë më të qetë amerikanët se ai nuk po shkon se u kap si rob lufte, ai po shkon atje në kuadrin e një zbatimi të një urdhri ekzekutimi, gjykatës. Kështu që me këto fakte që janë kapur, besoj e pret fati i Noriegës, nuk del më nga burgu. Tani kush ka bërë të gabim, besoj e meriton, dhe aq më tepër që të ketë cënuar deri për zet interesat amerikane.